أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. Hamdi dhe të gjitha falenderimet i takojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu subhanahu wa ta'ala thot në një ajet kuranor: Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Që do të thot Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkalla të larta ata të cilëve është dhënë dituri. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ku t'ja dëshiron Allahu të mirën, ja mundson atij ta kupton fen, pra të merr dituri. Dhe fjala e parë që ka zbrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Kur'an është fjala Iqra, lexo, mëso, studio. Pra dhe prej atij fillon një etapë e re e kësaj bote me zbritjen e këtij ajeti të parë, pra Iqra. Dituria në Islam ka vlerë të madhe, sepse njeriu me dituri e dallon të mirën prej të keqes, haramin prej halallit, të prishurin prej të mirës, e kështu me radhë. Pra çdo punë, çdo profesion që e bën njeriu në jetën e tij të përditshme, duhet të ketë dituri fetare për me ditë në atë punë se çka është e lejueshme, çka nuk është e lejueshme. Kontrata, cila është e vlefshme, cila është e pavlefshme. Nuk ka veç përbëj një kontratë edhe u kri. Ku del në del. Por me Islam është e vlefshme apo nuk është e vlefshme. Abdesi, a është i vlefshëm si be marrën apo nuk është? Këto me dituri arrihen. E kur ka një dituri, atëherë pak edhe mandrishe i krijnë këto urdhra të Allah subhanahu wa ta'ala. Për këtë temën e sonshme, apo për dersin sonte, kam zgjedhur disa fjalë të Imam Aliut radhiyallahu anhu, edhe janë pak një fjalim i gatë është, që ju ka drejtuar një shokët të tij, një Kumail ibn Ziyad radhiyallahu anhu. Disa thonë që Kumaili ka lind kohën e pejgamberit alayhis salam, disa thonë ka pa pejgamberin alayhis salam, disa thonë nuk e ka pa. Kjo nuk kupton se disa thonë se ka qenë sahabi, disa thonë nuk ka qenë sahabi. Sigur në Gjashiu për shembull dhe ka pranuar Islamin kohën e pejgamberit alayhis salam, por nuk e ka pa pejgamberin alayhis salam dhe nuk llogaritet sahabi. Se sahabi është ai person i cili ka besu Allahun, ka besu pejgamberin alayhis salam dhe ka pa pejgamberin alayhis salam dhe ka vdekur në çat besim. E llogaritet sahabi. E nëse dikush në kohën e pejgamberit alayhis salam e ka pranuar Islamin, por nuk e ka pa pejgamberin alayhis salam, nuk ka nejt me të, me pa kështon e përpara tij, nuk llogaritet sahabi. Sikur Uwais al-Qarani për shembull, edhe ai llogarit prej tabiinëve. Edhe pse thotë se në kohën e pejgamberit alayhis salam e ka pranuar Islamin, ama nuk ka taku. Edhe ki Kumaili, disa thonë ka qenë sahabi, disa thonë jo. Ata që thonë ka qenë sahabi, do të thonë ka pranuar Islamin në kohën e pejgamberit alayhis salam dhe e ka pa. Ata që thonë nuk ka qenë sahabi, do të thonë ka pranuar Islamin se ka pa pejgamberin alayhis salam. E thotë se ka jetuar diku në Irak, në Kufe, e thotë pastaj në Medinë ka ardhur në kohën e Uthmanit radhiyallahu anhu, e kështu me radhë, por ashtu shumë me Ali radhiyallahu anhu. E ki Kumail ibn Ziyad thotë, transmetuar nga ai se ka thonë: Imam Ali radhiyallahu anhu një ditë më kapi për dorë, thotë, dhe më nxori drejt periferisë së varrezave. Dhe kur dolëm thotë në një vend të hapur, thotë ul Imam Ali radhiyallahu anhu, mori frim kështu thellë edhe tha: Ja Kumail ibn Ziyad, o Kumail i biri Ziyadit, al-qulubu aw'iyatun fa khayruha aw'aha. O Kumail thot, zemrat janë si një ena e zbrast. Thot dhe më e mira prej tyre është ajo që e mban më mirë diturinë. Pra zemrat janë sikur një enë.
Cila është zemra është më e mirë, thot ajo e cila e mban diturinë, pra mbushet me dituri. Pra zemra më e mirë është ajo që ruan diturinë, mbushet me dituri dhe me urtësi. Vlera e njeriut nuk shikohet, nuk është në trupin e tij, në bukurinë e tij, në pasurinë e tij, nuk vlerësohet njeriu me kësaj çështje që i përkasin dunjas, por me zemrën dhe mendjen që kupton, që mban mend edhe që vepron me dije. Kështu vlerësohet njeriu në Islam. Vlerat e larta, me pas gradat e larta te Allahu, siç thotë pejgamberi alayhis salam, Allahu nuk shikon, pra nuk ju shpërblet, nuk ju vlerëson, nuk ju ngrit gradat e larta shkaku i pamjes apo i veshjes, por shkaku i zemrës. Nëse në zemrë i devotshëm, i pastër, i mbushur me dituri, me urtësi, atëherë në bazë diturisë edhe i kije vlerat e larta te Allahu. Siç e thënë jetë në fillim, Allahu i ngrit kanë edhe ata që kanë dije për juve. Pra kush ka dije, sa më shumë dije, më gradat e larta do të jesh në ditën e gjykimit. Një shembull, për shembull në ders, nëna për xhamia ose në për ligjërata, jemi plot njerëz, di 14, 15, 20, 30, kjo dhe këtë ngon njëjtë ders, apo? Sa i hoxha s'ka më fol për njërin ndryshe, njëjtë ligjëratë më. E morëm shembull, dy persona e ndëgjojnë të njëjtën ligjëratë, një ligjëratë të dobishme. Dhe të ditë e ndëgjojnë me vëmendje, koncentrohen mirë, e ndëgjojnë hoxhën mirë, se çka po flet, e kuptojnë çka po flet. Të ditë janë në rregull, ha? Nuk ka njërin telefon e tjetri habit, të ditë janë të ngu hoxhën njëjtë, të ditë janë të koncentruar në ligjëratën dhe të ditë pe kuptojnë mirë ligjëratën. Por i pari kur del për ligjëratës e harron çka ka thënë hoxha, apo çka ka thënë mësuesi. Nuk reflekton dhe nuk e nën praktik atë që e kanë dëgjuar në xhami. Ndërsa i dyti e kanë dëgjuar me vëmendje, e ka kuptuar njëjtë si i pari, por kur del prej xhamie e përsëritat që e kanë dëgjuar, ja u transmeton tjerëve, e kupton thellë, nisë mediton në atë që e kanë dëgjuar prej hoxhës dhe fillon ta zbatojnë jetën e tij, qoftë në sjellje, qoftë në adhurim apo qoftë marrëdhënie me njerëzit. Domethënë, atë që e kanë dëgjuar kur dalë jashtë e praktikon. Ai pari e ndëgjoj, e kuptoj, u koncentroj mirë në ders, por kur dul për xhamia, çka tha hoxha? Vallahi harrova. Na ka knosh në ders tema e mirë ke, ama s'e di. Për mí diçka të para të alin, një fjalë kumeli për dijen e për asaj, ama vallahi s'di me ta sqaru. Ai diti e praktikon, ja u transmeton tjerëve edhe e shtin në praktik atë që e kanë dëgjuar. E ky ditë është shembulli i zemrës që ruan dijen, si ajo një e pastër dhe e fortë. Pra kjo është shembulli asaj zemrës e cila është e pastër dhe si ajo e cila mbushet, ku ta mbushesh, ajo mban atë. Jo sikur një shosh apo diçka që është këtë birebire. Edhe ajo me shinë është si lloj eni, për ngjani enës, po mushi me ujë s'ma kur gjë, apo. Imam Ali radhiyallahu anhu, pra zemra si një enë dhe më mirë prej tij është ajo që e mban më mirë diturinë. Pastaj thot Imam Ali radhiyallahu anhu, ihfaz ma aqulu laka. Mbaje mend mirë atë që do të them. Pra o kumel, mbaje mend mirë atë që po ta them. Çdo fjalë që të përsërit që tash, mbaj mend mirë. Thot an-nasu thalathatun, njerëzit janë tre lloje. Domethënë njerëzit në përgjithësi janë tre lloje. Thot alimun rabbani wa mutaallimun ala sabili najat wa hamajun ra'a'un atba'u kulli na'iqin. Thot njerëzit janë tre lloje. Një dietar rabbani, një nxënës që është në rrugë të shpëtimit, pra të kërku diturinë, e mëson diturinë dhe praktikon, dhe thot një turm e paudh dhe e paditur, që ndjekin çdo thirrës pa dallim të së vërtetës. Pra këto janë tre llojet e njerëzve. I pari është dietari rabbani, i dytë është nxënësi i kërkimit të diturisë dhe shpëtimit, dhe i treti ai i cili shkon mas sicos zhurm. Kush të foli shkon mas. Nëse fol tjetri shkon mas atina. Në ditë tjetër dikush pak zonë më të bukur shkon mas atina. Imam Ali radhiyallahu anhu thot lëkunden me çdo erë. Ka të frija era të shkojnë. Nuk ndriçojnë nga drita e dijes dhe nuk mbështeten në një bazë të fortë. Këto pra nuk janë të qëndrueshëm. Kjo grupe e tre.
që shkojnë masicës zhurë, masicës person, hinë YouTube filan hoxha, që ta që gjitha një është mirë. Edhe veç këtë ka mengu. Ma dikur këndrur ato video, dhe një tjetër zonin ma të mirë, ma të bukur, ma koj diçka, ja, që a tjetëri zdike. A ditë ashtë njësë dhe i vlerëson hoxhallar. Këtë një lira ditë të ri, mas dikur, mas një do ditë një tjetër hoxh. Metodën e ka nuk zonin vend kërkon. Nuk ka për një hoxh, për një mësues, ani ti ngo plot hoxhallar, thënë aty, shkan njëjtën drejtim me njëjtën rrugë, ngo plot. Ama ka për njënjën edhe taj një se apin a deri zhëm, mësoj pak, se ka rregull kjo detyri, nuk është pak atje, pak histori, pak gjeografi, pak xheneti, pak për xhenetin, pak për azatimin, ju mushtellon këtë edhe nuk është i qëndrueshëm. Nuk e merr detyrin innamal ilmu bit-ta'allum, detyria mirët prej dietarëve, wal fiqhu bit-tafaqquh, fiqhu prej fukahave, edhe hap mas hapi. Me anis siç ka vepruar dietar me libra mukhtasar janë për shembull shkurta, pastaj merr sqarimin apo shpjegimin e kësaj librit të shkurt, të na sqarimin e kësaj tjetër, tu xhanu, nëse do më mësu më shumë. E kësi rabbani, ulema rabbaniun ka shumë pak. Sot nuk e di mba ka prej atinve. Dietar rabbani kush është ai dietar që i bashkon dijen me veprën. Pra ka edhe dije edhe në praktik. I mëson njerëzit me butësi dhe me mënyrën shkall pas shkalle, hap mas hapi. Jo hajde shkat kam tash, e kam një nxënës përpara, edhe di çfarë shkallë, çfarë niveli diturisë kam rri, edhe di çfarë niveli është dhe i foli se ide të mëdhoja. Pse për mua bit, wow. Sigur kjo hoxhë nësë kam një hala. Pse se kuptoj kur gjonë që ata. Ja për që dukë shumë hoxhë i madhi, duhesh me ditë pak xhamatin tanë, nivelin e xhamatit tanë, e me fol në bazë nivelit. Kur ngrit me një nivel më të lartë, edhe ti pastaj fillo fol me një nivel diturie më të lartë. E kështu ngadal. Pejgamberi alayhis salam kështu i ka mësuar sahabët. E sahabët kështu i kanë mësuar gjeneratët e tjera. Është i qartë dhe i sigurt në fenë e tij, i sinqert ndaj Allahut, i përulur, i kujdesshëm për udhëzimin e njerëzve dhe i drejtë në fjalë dhe veprimet e tij. Kjo është ai alim apo dietar rabbani. Pra është ai dietar që i ka tre cilësi. E para është dituria e drejtë. E ka diturinë e drejtë, diturinë e ahli sunne wal jamaa, diturinë e pejgamberit, sahabëve, tabiinëve, tre gjenerat të para, e kështu me rënd deri sot e ka zinxhirin me diturinë e drejtë. Zbatimi i saj në praktik. Pra aqe e ka mësu e praktikon, nuk kanë vetëm e ngarku vetën. Thot Ummu Darda, gruaja e Abu Darda ka qenë sahabi e pejgamberit alayhis salam. E Ummu Darda një ditë shef njërin të mësu diçka, thot çej të më thot po mësoj. Thot pa të që i ki mësuar, i ki fund praktik, thot jo, thot po pse ngarkon vetën hala. Vesh po mësoj, pengarkoj vetën, ta shpedikje se duhet më bon që shtone kjo, e nuk e ban, vesh pengarkon vetën. E dietar rabbaniun janë ato që mësojnë e fusin praktik, edhe mundohen me punu me dinë e tinve. Dhe mësimdhënia me urtësi dhe sinqeritet. Këto tre cilësi pra i kanë. Kanë dituri të drejtë, e zbatojnë, e praktikojnë diturinë e tinve dhe janë të urtë dhe të sinqertë kur e shpërndajnë diturinë e tinve. Allah xhaleshanu në Kur'an si po shkon këto al-ulama rabbaniun, thot walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Pra bëhuni dietar rabbaniun, pra dietar të Zotit, të sinqert pra për Allah, për shkak se mësoni librin dhe e studioni atë. Pra të janë llogarin dietar rabbaniun. E cilësitë e tjera të cilat janë, është i sinqert në qëllim, dhe me thonë, kër e mërë diturinë e ka qëllimin e pastër për Allah, se kemi detyrë, disa obligimi kena me mësu, disa një pjesë diturisë se kemi obligimi me mësu, është i sinqert në jetën e tij dhe është i sinqert në vepër kur vepron me çat dituri. E mëson dhe përhap dijen me çka, me butësi dhe me durim. Nëse s'ka butësi, hoxha apo dietari, probleme ka me përhap diturinë e tij. Probleme ka me mësu njerëzve. Allah xhaleshani ka thonë pejgamberit alayhis salam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Fto, thirr në dinën e Allahut me çka? Me butësi edhe me urtësi. Në vetën tonë, si ki qef me të fol një hoxh. Që për shembull, nëse ti je hoxh apo je mësues, në vendin e nxënësit, si ki qef me të folën hoxha. Valla me urtësi, me butësi, duke u bosqesh, ndaj shembull, ndaj diçka, dhe ne më thonë e kuptove atë. A ki qef shumë me të fol, po, e po tash folio të qirve që ashtonë.
Sikur një dietar, si janë përpara dietar, por që janë një dietar i hadithit edhe rreth tij janë hunë 20, 30, 40, 50 me ndëgju transmetimin e haditheve. Edhe një për ati që akon të ndëgjuj, thot ati dietar, thot e thujnë dietar se dietarët hadith që transmetojnë hadithin pak e kanë si jo për të keq, po aty pak kanë si vështirë, mi thon përsërit më edhe një herë. Aty edhe një herë. Jo se nuk don, po çashtu janë, aty domethënë ju vjen pak si vështirë mi përsërit. Kështu thonë dietar. Ju vjen si vështirë pak mi thon përsërit edhe një herë hadithin, sa i kuqanisëm me të transmetuar hadithin, jo sigurisht shehon tash një hadith. Nështë vetë qatë e di përmenë që edhe mujve përsërit një 10 herë, 20 herë. A ma i ka hushme të transmitu hadithe 20, 30, 50 plus me zinxhir nga filoni. Tash prap mi u kthi që të jemi nga filoni. Edhe i thot, a ma përsërit një herë, ja përsërit. I thot përsërit pak si me thonë si i dhënot kja, i djetarë pak si ndihët ki nëzonsja, po ki shka konë të ndëgju hadithë, thot, o filan djetarë, thot, e te, a ki qef mi ti përsërit nëse nuk i kupton, apo nuk mund është mi shujt, apo mi mësu? Thot e kuptova, po. Edhe ja përsërit. Edhe ta shkin nëzonsi, nëzans, a i djetarë akon, po nëzansi atina. E përdojnë me tojnë, tha, te, a ki qef me ta përsërit nëse nuk e kupton, apo se mëson? Thot po. Pra bënd të njëjtën me mu. Atër e kuptoj, ati këtë djetarë dhe me thonë, e nëj vetën në vendin ati nëzansit. E duhet më kojnë sinqert, duhet më kojnë but, duhet me pasë edhe durim në përhapin e diturijës. Se kuptova, ta përsërit e ndja. Pra se kuptova, a ka mësi pak më gjënësisht. Në ndjeherë, e djerë, e për shka je hoqë, për shka je mësos. Po s'po kuptonë, po gjojnë metodën ta kuptoje. Ti duhesh me gjithë metodën si me kuptuaj. E nëse veç e ki diturin, kopi, kole, adi kopi edhe veç me gjujë që ashtone, ma shumë zdime s'jaru, zdime s'il shembuj, zdime dhe argumente, atër problemi ki, së nëzirë në zonë sa to me ta kuptu dinë të ande. E për këtë, kur të mirë dituria prej djetarve, e ngon diturin ati djetarët, e ngon metodet atina, si e spjegon, si nuk e spjegon, qka përmen, qka nuk përmen, dhe më thëjë mëson që ato, e nesët e fund praktika, si në zanës, kur të bosh nesër hojt, edhe ja mëson tjerve. E këto djetarë të rabbanijun kanë pas dije, kanë fund praktik, kanë qenë të durueshëm edhe kanë qenë të sinqertë. I udhëzojnë njerëzit në mënyrë graduale, ngadal. Kështu kanë vepruar djetarë rabbanijun, sipas nevojës dhe nivelit të tyre. Këto si veprojnë djetarët, si ka thënë Imam Buhariu, thotë djetarë ulema rabbanijun janë ata të cilët u mësojnë njerëzit diturinë e vogël para të madhës. Domethënë, shembull për me ta mësuar ti arabishtën. Në kemi na librat të gramatikës gjuhës arabe, që ala e shkrojnë si të ditë, as të mësoj shkrojnë të në dalë me aqe. E nuk kam veç mu kalëzu për ati se di gramatikën arabe. Jo, e janë regullë në akështoni, mësojnë në elifin, alfabetin, mas alfabetet, fjallë shkorta, tu i li, tu i zgas fjallë, fjallime, libra, në i roman, në i dishka me ledzu, e të në tash, pse kjo qështon me i, pse kjo qështon me e, pse kjo me u, pse kjo qështon pëthot, pse kjo pëthot, atër i mëson gada. Amo hajde bismillah sot pianizmin gramatikën arabe. Haberin se ja kanë këto gjuhës arabe të gramatikën arabe. E djetarë rabbanijun kështu janë ata të cilët yuallimuna an-nasa sighara al-ilmi qabla kibar. Diturinë e vogël para asaj të madhes. Hajde xhamat sot, ai keni librin Sahih Buhari, po hajde bismillah pe çin Sahih Buhari ta lexojna. Për një vjet e krina. Kur tash i xhamati 70% abdes nuk din me morë. 70%, 90% nuk i din disa termi islami që ka përmendur në Sahih Buhari. E ti veç me dal live me thonë ish filan hoxha xhamat po ja sqaroj Sahih Buhari. Pak thotë mas, më shkurtoja pak, shkurtoja. Merr një libër, një ilmi hall, nëse apo ilmi halli, nëse abdesin, çështja e besimit, kushtet e imanit, kushtet e shtillat e islamit, ngadal. E më mor libra të rona, libra të mëdha, të më mor libra që janë bazë fikut Hanefi, po jam thonë xhamon çka s'di më mor abdes. Çka s'di më mu fal. Dosh më mor ilmi hallin. Ne më thon abdesi, sa fort abdesi, çka është abdesi, çka e prish, çka nuk e prish. E atona përziti kur ta fillosh një çdo libër, atëherë më xhansisht e merr abdesin. E këto dietar rabbaniu kështu kanë vepruar, e për këtë kanë pas ndikim shumë tek njerëzit deri son ndikon dituria atinve. Këta djetarë jetojnë si pas dijes tyre. Dhe më thonë ato jetojnë me dije. Qatë që i kanë mësu e praktikojnë dhe knaqër. Dhe shka knaqër? Ato ku mendojnë me atë që i kanë mësu, si me fund praktik, shka me bon,
Këtë e kam lexuar filan ajetin, filan hadithin, filan dietar ka thonë kështu. Kështu e kanë jetën ato. Arrin të mendu çka kam lexuar, çka kam mësuar, çka kam dëgjuar prej dietarëve. Do me bëni vepër, me njëherë ju paraqiten mesielet përpara. Imam Abu Hanifa ka thonë kështu, Imam Shafiu kështu, ai jeton me çfarë detyri. Pse se është i sinqert, e ka marrë detyri dhe e ka vënë si qëllim tina të jetoj me detyrione. Se tash më poshtë përmena Zotëlia për disa që kanë me dijen pak si lart. Dhe i qëndrojnë besnik të vërtetës dhe nuk ndikojnë nga pasuria apo frika nga njerëzit. Këtë dietar Rabbaniun, halojmë të fol, si tha Imam Aliu, 3 llojet njerëz janë. I pari është alim Rabbani, dietar Rabbani, domethënë i cili mëson detyrinë e vogël për atë mos njerëzve. Të janë besnik ndaj të vërtetës. Nuk ndikojnë nga pasuria. Miliona mi dhon. Miliarda mi dhon. Dynjon këtë me dhon. Kur gjo. Ai ka një Kune Umayr radiallahu anhu, një sahabi, akon mos gabosh në vend të Shamit, akon i dërguar i Umayrit atje për me udhëheq popullin atje si guvernatora, çka i thonë as, apo si ambasadora, sot ambasadori thonë. Edhe gjatë javës një ditë e ka pas nuk ka dalë te populli. E kom përgjegjes se politikani, mos i bëjmë sot politikani, këto ministra, kryeministra, kryetar shtete, këto sot që dan këto qeverijet, ai për çka është? Ai është shërbim popullit apo? Ai është shërbëtor i popullit. Të nuk e di se e kanë me të vërtetë këto e kanë një shans të madhe me fituar sevape të mëdha. Edhe me fituar një post të madh te Allahu xhaleshanuhu. Se çka thot pejgamberi alayhis salam? Khadimul qawmi sayyiduhum. Shërbëtori i popullit është zotëria e tyre. Po kush e shërbim i popullit është zotëria e popullit. Jo milionerë, miliardërë. Çaq që shërbim. E këtë për me domethënë ai na për shtëpia përpara që kena pasur tash sa është kjo. Përpara njëri ka çur ka shërbi uji apo na në shtëpi, në dhomë, ka pas 20 burra, 30 burra. Njëri ka ardhur me gotë, nejse me një gotë që kena pikë, po ka pas më shumë bereqet. Sot spi djali prej gotës babës nuk pi, djali prej gotës nonës nuk pi. Si çoj gotën e vet, apo? Si çoj sahanin e vet, si çoj lugën e vet. A di këtë si i na dal këtë në veti. Në ditë përmena ku një sahabi te pejgamberi alayhis salam që tha o pejgamberi Allah, po hajnë po ngopme, nuk po ngopëm. I thot mos jeni të hungër veç aveç. A di mos jeni ndosën vet, thot po. A thot. S'ka bereqet aty. Thot kur të hani të bashkuam aty ka bereqet. Kur të hani të bashkuam ai që janë shpak ju mjafton për shumë njerëz. A kur të hani në veç aveç si thojnë veti, sigur na shka bojnë asot, ha sa mund më hungë shkat jese, nuk thejt më ajo që në të nxejra, apo në tepsi, apo në frigorifer, ajo më drejt të thasizi. E tash po prit bereqet, për këtë dhe shumicën e vejnë nuk ka bereqet. Nuk ka bereqet. Ajo ka vlerë, që e gjisa që pelet të atë ndoshta mund me hongre një varfër di ku mund ngop me qa, e ti pe gjumë. E merë një mollë që i mre kash 2 herë, 3 herë, ja, s'po muaj ka diçka, gjaliot nuk e ha më qatë mollë. As gruja, nështë, as vajza, shka i ban e gjumë, e po prit bereqet, s'ka bereqet. E për këtë pejgamberi alayhis salam thotë i sahabit tha mos jeni të hungur veç aveç. E për çat nuk ka bereqet. Pra këto kisa Kune Umayr radiallahu anhu njerë njaf nuk ka dalë të populli. Edhe këto janë anakut e Umayr radiallahu anhu, filoni thotë njerë njaf s'po na del. Më interesu për neve, ku jemi, ku s'jemi, këngajlet djertët tona. Edhe Umayr radiallahu anhu ku shkon atje dhe e thirat filan, thotë o filan, pse ti njëherë një javë nuk del, kjo nuk kupton se s'kan pas pushim, apo? Nësot hoxha ka një ditë pushim një javë apo ditë, në punë ku punon shembull, punon nështë në Miftinia, në Bashkinë Islamit, ditë i ka pushim vikendit, dhe më thonë vikendit, së në gjenti as raisin, as muftien, as kërkon, pushim është, apo? E kisa habijun Kune Umayr radiallahu anhu, një ditë një javë nuk ka dalë, ta shka shikujnë pëse s'ka dalë. A mos është rri me pushu në rhija, a ka shku dikun pushim a qka? Edhe thirë Umayr radiallahu anhu, thotë, pëse të një javë s'po del të njerëzit pa në kohën? Thotë, e mirë mu'minin, thotë një partejsh e kam. E po duhet mi laqë atone, me prit derisa thahën, po duhet më kujdis për grujnë të ime e kam të smut, s'kam parë, s'kam të arna, s'kam parë
Pika me tu ati me pagu dikoni mu shërbi, mu kujdes për gujnë time, apo me bli një parqertesha, një par i laj, me një par tjera dal, s'ka. Atëra të merë një kese, me pare, jep, edhe kur shkon të shpia, grevet kjo që edhe jo, pasaj Omer radiallahu anhu i thot dikujna mja qu të shpia këtina dë pare. Kuj vinë pare, shka janë, po janë dë pare khalifjat i ka qu. Thot, o kuku për mu niskës, kja ambasadori, nisë o të ku ka. Thot, grevet, shka ka ndohë, thot, mësi ka ndohë dishka Emir Mu'minin, Omer radiallahu anhu, mësi ka ndohë dishka ushtrisë islami, mësi ka ndohë dishka muslimanes, shka po ku ka të shtona, dishka po o kuku për, o, thot, lebe se dënjoja në ka hinë shpe. Thot, qishma dënjo, o, qëto lira, për që dirhem në ka që Omer radiallahu anhu. Thot, apo, thot, e ta largojmë dënjohën për i shpijes. Ja, dikuna të shumë shpërdojshet e për fukara. E këto e kanë udhëheqë islami, këto janë kanë burrat mëdhej, këto kanë qenë njerëz shërbetor të popullit. Këto i kanë dhënë popullit, jo. Nëse pse luftohen sot ai por me mrim u bën ministër, kryetar komune, u bën ai kryetar ai ministër, vran mitën apo për vota vrasë. Vallahi billahi nuk e kanë se ti me natë që shërbim popullit, po bojnë miliona se do shkanë kooperatinve. Milionat bojnë. Ta sigurojnë jetën e vetë, ta sigurojnë jetën e fëmijëve, të nipa stërnipa me miliona. Jo vetëm vendin e vetë, po tanë botën me mjell diçka, di? Një ndërteshe, një hotel që gje, një asaj që gje, bile për tanë jetën na më kotë sigur. Në thonë këtë e vjelin popullin e vetë, nuk e shërbim popullin. E populli shkrejtë na mashtruhet për çka? Me 2 metra asfalt jashtë tron, mi që ke valla kretari mirë. 4 vetën aj, veç mirë ti. Veç ti merë pasurinë, apo? Ta, ku të afruat fundi 4 vetëve, tu bon 3 vete një 7-8 mujë këtë njësë ape votime për një mandat tjetër, edhe një 2 metra asfalt i shton, ti ape mashtrohesh, kretari mirë, edhe që shton jeton popullin. Pse se udhëheqësit tonë nuk i kemi shërbetor tonë, nuk janë shërbetor tonë, janë shërbetor të vetvetes, janë shërbetor të efshit dhe të egos të tire. E këta djetarë besnik të vërtet, Rabbaniyun këto nuk kanë diku të këto as pasuria, as nuk janë pas frikë njerëzve. Edhe kanë thonë runë prej djetarët të cilët rrinë tek dera e sundimtarëve. Pra keni kujdes prej djetarët që rrinë tek derët e sundimtarëve. Ande shkonte mos po del diçka të mbreti. Mos për del shka të kretari, shkon atë i fërkon dur. Andi hoqate e be punën më ul poshtë e kusht e kretari komunsh, apo të dikushi për të një parë në i rrugë, në diçka në i vend punën, e thujnë djetarë kujdes nga djetarë që të cilët rrinë tek dera e sundimtarëve. Se ato, dhe më thënë, të shkojnë me nga mas dënja, se dënja e të mashtronë. E nuk kanë pas frikë Allah, të heq bas heq nuk kanë friku. Imam Neuviju, në kohën e tij akon i sundimtar, thonë kosha i vështira ka, adi ashpër e kur kush s'ka guxu mi fol për dietarëve. Imam Neuviju ka shujt letrën. Ta ka thonë çka shkojnë të bën, kjo me Islam nuk bën. Që shokët e Imam Neuviju të xhamat të prithash, ku t'jape urdhra i sundimtarit me ardhmë hekrin, se në atë kohë ç'do janë ka. S'ka pas hagat e s'ka pas, në dhënë ai dikon përgjithësi. Më ka i krijan. Ama e merë me të mirajt letën Imam Neuvijut, ja këthen e thot, inshallah të rregullojnë të përmisojnë. Pse Imam Neuvijut se ka bon as për interes, as për do një post, as për kur gjonë, e ka bon për Allah. Që kjo shka një të bon, që kjo është urdhën e të mirë dhe ndalimin nga keqja. Mos t'i kishe frikë as kujna për e që Allah, sepse urdhëri për të mirë ndalimin nga keqja, as nuk ta shpejton e gjelin, me vdek para kohë, as nuk ta pakon riskon. Qatë risk që e ki ka me tarë, a urdhëroti për të mira, nuk urdhërove, risk në ki me morë qatë që ta ka caktu Allahu. A urdhëro për të mira, nuk urdhëro për të mirë, apo nuk ndalon nga keqja, të ki me vdek qatë ditë kër e ka caktu Allahu, as një ditë më parë, as një ditë më mas. E kur ta kishe kitë bingja, ta e si ki fri kur kujna. Po nashta ta si ti thonë këti kretarë, se që kjo nuk ban ashta po mitë, po si të misë të që te ki pas e gjelin. Mos me ndësë që kjo fjala jote ta shpejtoj ti e gjelin me tarë para vaktin. Që te ki pas po bile vdes krenar, vdes duke urdhëru për të mirë, duke ndalun nga keqja. E prej këtij dietar kush janë për shembull Imam Maliku, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Ahmedi dhe shumë tjerë. Çm shenjuf na më shumë, më shpesh ai për menë se ka plot tje. Imam Abu Hanifa,
ka hongër qytetin, i thojnë, e kanë rrej për mu bon gjikatës, nuk ka pranu, e kanë fut në burë, nuk ka pranu, e thua se shkak i vdekjes tij ka qenë prej lëndime që kanë maltretuar në burë. Khalifa t'i thonë banu gjikatës, jo s'pranoj. Por rrej, i ka thonë, që veti për dëshmon, apo thotë se për rejën, e që për do me bu në gjikasë më si rejën? Khalifa ka thonë banu gjikatës, e Hanifa ka thonë jo, s'moj. Jo s'ki më bon dikur kish Khalifa e thotë e Hanifa thotë, po rejën, se ti mund më bon, po rejën. Thotë që ti vetë për dëshmon. Që mund në gjikatës kur rejën, Rejën se ja bon gjikatës, që i të mëshni me gjiku me drejt, e tash masi po rejën, pse po mështeti më bon mu gjikatës? E thot ka vdek shkakit të rejme që maltretin që i ka ndodhur në burë. Edhe sot kapja, jo se e bu Hanifja, a më ndrishë e bojnë, rejën për mu bon gjikatës. Japin pare, rejën, e maltretuan, abe për toke, falni shpejt, dikuja lëpini dhe kundrat, vetëm bona gjikatës, bona dikushi, për dënjo. E fsharë gjikimi, a e bu Hanifni ka thotë me gjiku në bas, më di me shërial, aso njërë me kësi ligjet njerëzve, për toke shkojnë, vetëm e vetëm të abojnë një posë ati, abe mos gjikatës në dihë, mos i gjikatës, abe të djera me nejtë në gjikataj, të djera. E djetarë Rabbaniun ka dalim për atin, mes atin dhe djetarëve, hoxhallarëve, shka janë sot. Shumë largë jemi. Shumë largë jemi. Thuhet për pejgamberi alayhis salam dallimi mes pejgamberit alayhis salam dhe Imam Aliut radiallahu anhu. Imam Ali ka qenë prej sahabëve, prej më të diturve, Bile me një hadith transmetuar se pejgamberi alayhis salam ka thotë, unë jam qyteti i diturisë, Ali është dira e sajna. Unë jam qyteti i diturisë, e dira e atij qyteti është Aliu. E thot dallimi mes diturisë pejgamberit alayhis salam dhe Imam Alit radiallahu anhu ka qenë sikur distanca mes qiellës dhe tokës. Tash apo kuptoni na ku jemi? As nuk shihim kur. Jo me pejgamberin, po me Alina, po me Abu Bekrin, me Omer, me Uthman, me Abu Hanifën, me këto jemi kërkon heq. Na veç aknani në Abu Hanifë, ja dim një fjalë që thon Abu Hanifa, një histori të shkurtë. Edhe, mashallah që ki hoxha. Shka s'po na kallëzon. Pra këto djetarët, sigur Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Ahmed, Imam Maliku, këto i kanë pas këto tri cilësi, diturinë e drejtë, zbatimin, e kanë zbatu diturinë të tinve, dhe kanë shpërndarë diturinë me urtësi dhe me sinceritet, e për këta djetarë janë shembull të djetarë Rabbani që kanë ndikuar thellësisht në zhvillimin e dijes islame dhe në edukimin e brezat të muslimanëve, e sot e kësaj dite përmendë. Si nëson ligjerat gati përmendë Abu Hanifën, Imam Shafin, Imam Auzain, apo Imam Thaurin, apo Imam filani përmendë. Pse? Çdo pikë ka lënë miliona mas, asnjëonjë. E çka pas kanë lënë pse bi përmendme? Kanë lënë dituri. Kanë lënë dituri të cilën e kanë praktikuar se sikur të kishin pas vesh dituri, e mos më ia mësu qerve, e mos ta praktikojnë ishin harrum. Si ishin përmendë. Kanë përmendën sot mësimët e tyre si kanë mësuar njerëzit dhe se kanë praktikuar Islamin. Kurse për grupin e tretë, wa hamajun ra'aun atba'u kulli na'iqin, është në arabisht i thotë një përshkrim për njerëzit që nuk kanë dije, nuk kanë urtësi apo nuk kanë pjekuri mendore. Si janë pjekshëm mendë, kanë mendë, janë mukallaf, alhamdulillah, po janë pa pjek. Dhe i ndjekin verbrisht tjerë. Ku është i thjerrë? Teke, ai ki pa disa. Sot kemi lloj-lloj grupe apo lloj-lloj sekte. Kështu thot nuk e du, nuk i du shiat, am këta që janë të ngul ligjërata shijave. Se i pëlqen që janë të fola i atene. Allah nuk i di, unë nuk i du këto Ahmedit, shka një sekt, Ahmedit pretendoj se ka pejgamber mas Muhammed a.s. Bili i pari këtinve ka pretendu se është pejgamber të në gjalli ti, mas, sot e kësa di pretendoj se ka pejgamber hala. Kështu në thot nuk i du Ahmedit, audhu billah, të janë qafira, si janë musliman. Kur ta kështu janë të ngudën i hoshtë atine. Zdi, nuk kanë shti pjeft, nuk ka dije, nuk ka ursi, nuk di mi dalu, edhe kush ti dalë në televizor, apo kush ti dalë në YouTube, i ngon krejt. A voqa, po shartë kje që ka për Islam atë u fol. Për Islam atë u fol? Po kush janë të fol për Islam? Pa dituri, pra pa janë të verbërisht në gjekin njerëzit, pa dituri, edhe nuk e dallojnë të drejtën nga gabuara.
Ata janë si turma që shkon pas zhurmës së parë që ndëgjojnë. Kush të bën i parin, bëm, shkon mas atina. Kush që dali i parin televizor, çatë nga. Si thamë fillim parzi, që ke dhe u krimo, që unë po kalloj për provojës, shpesh vi njerëz thonë, që tash kam ra me një hosh të mirë. Po ti metodësh po thot tash kam ra me një hosh të mirë, pe kuptoj se ti si të ditë. Kush je ti me vlerësua të hoxhën se është i mirë. Të vjen një xhamat i thjesht, elhamin e Fatiha në katastrofë ka, abdesin a di me mor si duhet, e thot tash kam ra me një hosh të mirë. E për qatë ka thonë djetar, shire, mos të ndikesh kur të lavdron një ignorant, kur të nënçmon jo, mos të ndike në kur të lavdron një ignorant. Shumica, ka sot plot të gjallar, pse xhamati, shasi i kanë pas ignorant e lavdojnë, mashallah, i duket vajtja për mes e mashallah. Mos lavdove te ai të di kush po të lavdon, dikush që nuk di për fe. Se unë të nënçmu, po ai s'di për fe. Pse krenuash ti se po të lavdon ai? Por ki kujdes nëse një dietar të nënvlerëson. Nëse një dietar të vlerëson, atëherë biri vetës mas, se s'an shpuna mirë. A mos sot e kundërta. Ki dietari apo ki në vlerëson xheloz bekian që penatit më ban. Prenati. Shi ki sa mi po më lëvdon mu xhamati janë këtu po më lëvdojnë. Po atë kishë çfarë xhamati ki. Shi atë çfarë ndjekës ki ja, kanë diçka grada të larta në dituria s'ka. Ti duhesh me di xhamatin tash çfarë xhamati ki. E për këtë, mos u kreno nëse të lëvdon një ignorant, e mos u ndi mirë nëse të nënvlerëson një dietar. Pastaj thot Imam Aliu, el-ilmu khairu min al-mal. Dija është më e vlefshme se pasuria, më mirë se pasuria, dituria. El-ilmu yahrusuka, dituria të mbron ti, të ruan ti. Wa anta tahrusu al-mal, ndërsa ti e ruan pasurinë. Ç'është tonë? Mëson dituria të mbruan, prej haramit, prej asaj, prej kësaj, të mbruan. A pasurin çka duhesh me bën? Hajde ta çini konta. Shi këta bën atë numrin, atë kodin me mos sa më mushtellum aty mos e mujt me maxhie. Për ditë apo njaftë një kontrollon sa kanë hiç, sa kanë dalë, sa kanë fidusë, minoze, llogarin njaftë, mujtën vjetë, e pasuri në shpesh ka rund nxez aty për mos të deklaruar dështetet, edhe që na përcjell sa i mana për koda, na për sene, për ditë shlonësita e kia, si kia te, domethënë duhesh me rujt, ka të kthesh duhet me rujt pasurinë, atë dituria ti të rru. E për këtë thot Imam Aliu, thotë el-ilmu khairun min al-mal, dituria është më mirë se pasuria, më e vlefshme. Thot el-ilmu yahrusuka, dituria të mbron ti, wa anta tahrusu al-mal, ndërsa ti e ruan pasurinë. El-ilmu yazku ala al-amali wal-malu tunqisuhu an-nafaqatu. Thot dija rritet me përhapjen e saj. Diturin sa më shumë ta përhapësh, sa më shumë ti çtu dituria. Pse se kur të marrësh ligjërata, ti mësojsh nxënësit, ti mësojsh xhamat, ti mësojsh njerëzit, ta ke nevojë të hala se ina më mësua po. Tani si jetë dietar, prapë nuk e di këtë diturinë. Se ti xhamatit tan për shembull, hoxha di vetëm ilmi halin. Çat librat, ja bën hoxh me çat ilmi hal. Ja mësoj xhamat vetë ilmi halin. Po sot po dituria shumë më mësuj çata. E diturin sa më shumë ta përhapësh, më shumë shtuat ai, se më shumë interesohesh aty më mësu. Nga të një dietar të një hoxh të një dietar të mësu, të ulum tu për hadith, për fik, për akide, për tefsir, për ditë shtu dituria. Pa i bash dietari si dietar, ata vazhdimisht mësojnë. Ama ignoranti nuk mëson, thot, valla boll kam mësuar. I kam mësuar çato kushte dhe ukrin. A dietari jo, sa më shumë mësoj, shes se ka nevojë mësu hala më shumë. Pastaj mëson, a pesha se ka nevojë më shumë me mësu. E dituria sa më shumë të përhapet, shtohet. Wal malu tunqisuhu an-nafaqa, kurse pasuria paksohet me shpenzim. I ke 1 milion, ja xhon ja 200.000, jesën 800.000, nuk shtohen. Ja xhon 100.000, jesën 700.000, e tëra, sa më shumë të shpenzosh, ajo vetëm harxhohet. A dituria sa më shumë ta jepësh, ajo më shumë shtohet. Sepse personi, individi me dituri gjon zgjidhje për probleme dhe gjen mundësia të reja. Kur ka një dituri, edhe gjon zgjidhje në jetën e vet, po edhe gjon metoda të reja në jetën e vet, si me avancu, si me ishte para. Kurse veç me pasuri, pa dije, a disa shpejti hu, e sa shembuj kemi e shoh me njerëz pa dije, ka radhë një parja kalon baba, apo i ka radhë një që vizojnë asaj, euro milion, asin e haram është ajo.
Ama edhe haram ka bën dhe pa dije, a ki pas shpejt i harxojnë pasurinë. Ja kalon baba mashallah një pasuri, veti nuk e zjan mas vdekjes babës, shkoj pasuria. S'ka dije, ku dijaj. Hanse kam shumë parë veç harxhon, pe atje bane këtë blija, një ditë ran zero kuku. Ka njërë ku ka dije, me dije disë të menaxhon pasurinë e tij, familjen e tij, jetën e tij, shoqërinë, krejke, me dije. Parja nuk ka gjithçka, parja është një mjet për me arrit disa qëllime, nuk ka parja gjithçka. Parja nuk është gëzimi kryesor, nuk është kulmi i lumturisë, nuk është. Se sikur qet pasuria kulmi i lumturisë, nuk i shohë milionerët u kthi për edhe tin ka. Tu i dal trenit përpara, tu bën vetvrasje. A ka? Si milionerë, si të pasra, po, shpesh, në dëgjojnë, kish këthi për i natë. Pse se aj, një sejnët materiale i ka përdur më krejt. Na për lloj harame, lloj knasia ka bon, e ta shka mejt një ata proj, shka ka me këthia, po mi dalë të rinjë për para. E sikur qëtë pasuria kulmi lumturisë, ato milionerë nuk do të këshin bon vetë vrasje. Pse se jam i lumtur, ama ti janë të i mungu, diçka në shpirt janë të i mungu. Nëse shpirtën se ki e të pasër e zemën, kote ki se ki miliona. Nuk je rahat. Ani këto milionerë se na dalë na tregon dhe na për media, na për televizor, na për asaj të lumtë çfarë jetë kanë tunë. Ani të ta kallzoj pjesën e jetës vet 5 sekonda, 10 sekonda. Delat në TikTok, çfarë jetë asaj, edhe vetëm çata tregon. Ama të zezë çka i kanë familjen, jetën e tij nuk ti tregon ai. E ti shka banë që është ma shumë, wow, çfarë jetë e ki, si mja bon bedon me mbrisi ki, e të nësë që një harame e ti. Hajtë bona si filoni. Pasuria nuk është kulmi i lumturisë, pasuria është një mjet për me arrit deri në një qëllim. Nuk është as ma shumë, as ma pa. Ai që është besimtar musliman ka dije, me qatë pasuri, tash ka edhe dije, ka edhe pasuri, ditë mije e kanë bashku. Tash diturien, sigur e Hanifja. Edhe dietar ka qenë, po ka qenë tregtar. Amo pitrektisha ka fitu një pjesë e ka majtë për nevojët e vetën, qëtën pjesë ka shpërndan në zonë se kërkuesit të diturijës, për thirrjen islam, për dave, për islam, i ka shpërndan. E ka majtë vetëm pjesë që ka nevojë për vetën e tij, për familjen e tij. Në thaj ka pas të ditë, edhe pare ka pas e Hanifa, pasuri po ka pas edhe dituri. E kur ki dituri atëherë dimi me punu me dijet. Amo nëse se ki të parë në diturin, ki vetëm pare, mirë për ti. E mirë për ato që për i shofëmi se çka po bojnë e çka s'po bojnë. Se mësuesi për shembull hoxha nëse ndan dinë e tij me nxënësit e tij, a shofishohet ajo, sa më parë. Sa më shumë që mësosh ti, duhet të mësoj hala më shumë. Për shembull një doktor, nëse janë doktor për mjek i mirë, ai mund më shpëtu jetën dikujt, apo operacion tak. Po nëse është doktor, s'ka shumë dije, veç e ka me pare, si shka pi bojnë dësash, diplome ka me pare. Ju shtit pacientit për para, pse ka ki miliona më një bëndi shka? A dituria, me dituri, njeri ban shumë punë të mdoja. Vazhdojmë inshallah javën tjetër, se kjo është, me vërtet është një, si me thonë, disa këshillat nga Imam Ali radiallahu anhu për Kumel ibn Ziyadin, me lezu kështon vetëm si shka ka këshillu, nështë është shpejt, për 5 minuta kështë me lezu krejt, ko që është egal. Anë të mundohë më kështon me qëket jetojna me këto fjallët Imam Aliu, shka i ka thonë Kumel ibn Ziyadit, edhe këto vazhdojnë për neve. Inshallah, nështë me 3, 4, 5 legjerate, Allah alem, se këto ka shumë këshilla, me diturinë dhe me djetarë. Inshallah me një 3, 4, 5 legjerata, i krina këto këshilla, e ka më në rasti shpesh me përmen Imam Aliu, mos me ndoj dikush se shia, dhe mos të zërë me përmen Hazreti Aliu në Hasan Husein, më në të qesin shia. Unë jam në një gjami, në një gjumoj, kështa përmen Hasan dhe Huseinin, kështë shku lajmi ka gjithë në Gjenev, që i hoqë që në Shavan ishte shia. Që pëse du Hasan dhe Huseinin shia, nëse njëri ka në shia për qashtë, po, ka në më shia, dhe mëse ju po thoni qashtë. Hasani, Huseini, Imam Aliu, Hazreti Fatimi janë tonë. Janë të ahli sunne wal xhamaa, janë familje pejgamberit alayhis salam. S'kan lidhje ato me shiat. E mos e guxuti me përmend Imam Aliun apo Hasan dhe Huseinin. Është ndër, sepse është familje pejgamberit alayhis salam, janë nipët e pejgamberit alayhis salam, janë
zotëritë të rinjve në xhennet, Hasani dhe Husaini, që janë tonë. E ta ashtu dikush i kesh përdor shihet në ato, ja Husaini më shoh vetë ato janë dalareta, ja kërkon heq. E ma di mos të ndër me prunin Hasan dhe Husaini apo Hazrat Alin apo Fatimën apo Jafar as-Sadiq, këto që janë familja e pejgamberit alayhis salam, s'ka të bëjë kjo me shizmin kur gjon. Të janë tonë. Ahli sunna wal jamaa. Janë familja e pejgamberit alayhis salam. Mjafton kur ju thot atin jeni familja e pejgamberit alayhis salam. Kafakum ya bani Zahra idha ma qila lakum jaddukum ar-rasul. Mjafton për ju o bijtë e Fatimës, mjafton për ju si ndër kur ju thot juve ju jenë gjishi ju është pejgamberi. O bijtë e Fatimës, pra pasardhët e Fatimës, mjafton për ju si ndër kur ju thot juve gjishi ju është pejgamberi. Gjishi jam akon partizan, aty, ndonjë këtë livë duhet dikush, akon me partizan. Apo akon me sulhatin, akon i shar sulhatit balli kombëtar, i thonë. E krenuash aty, gjishi jam kush akon ka luftu në atë kohë me Jugosllavin, kundër Jugosllavisë. E para mendo që gjishi jot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E për këtë ka thonë poeti, ka thonë mjafton për ju o bijtë e Fatimës, kur ju thotë juve se gjishi ju është Muhamedi. E për këtë tash i morin ato, i keq përdorin, ato janë tonë. Inshallah disa ligjërata do jetojmë me këtë këshillat e Imam Aliut radhiyallahu anhu. Po edhe karramallahu wajhahu. Aban me thonë alayhi salam. Me thonë dhe alayhi salam. Normal, tash na din ku thot alayhi salam thot për pejgamber. Në moment ku thoshte Hud alayhi salam, mina shkon me asë pejgamber, apo. A më nëse thot për dikon alayhi salam, nuk ka dam diçka në besim apo në islam. Se kur vjen tash me ardh dikush që ka minxha, më thon selam aleikum wa aleikum selam, e pash filanin të ka bën selam. Të ka përshëndet, ka thut fala. Në arabisht atë çish kthehet? Na shipi thojmë atë faleminderit kujt diçka. Në arabisht kur vjen dikush thot të ka bën të fala filanin. Arabisht atë çish kthehet? Wa alayhis salam. Tash e banën pejgamber atë. Po që Allah qoftë mbi të. Ama na kemi rena ditën atë dietar tash si ren. Ku thot alayhis salam dihet se për pejgamber. Ku thojmë radhiyallahu anhu për sahabët e tabiin, ku thojmë rahimullah këto gjëra që kanë më mbas. Ama jo se nuk ban me thon radhiyallahu anhu për një dietar ku sotit. Me thon radhiyallahu anhu. Allah qoftë razim me të, miratimi Allah qoftë me të. Apo mbi të. Thuaj Razi Allah qoftë me ta. Pejgamberi alayhi salam thot: "Rida Allahi fi rida al-walidain." Razi Allah është me razinë e prindërve. Pra kur prindërit janë razi me ti, edhe Allah është razi me ti. Pra rida Allah po thot. Çe fjalë që thonë radhiyallahu anhu. Po më thon rahimullah Allah e mëshiroft. Edhe alayhi salam po na për me ditë alayhi salam me një pejgamber radhiyallahu anhu, sahabe ose tabiin, që kanë gjenerat e para, ku thon rahimullah atë shka vinë mas. E për këtë, jo vetë të thot dikush Imam Aliu alayhi salam me bomina shia. Apo me thonë dikush Imam Aliu karramallahu wajhahu me bon shia kujdish. Apo me thonë Imam Aliu radhiyallahu anhu që me thonë ti s'e respekton Aliun se është familja e pejgamberit. Të tjerë me zot atë fort me na fut na për dyshime, na për hutia të na mu përça. E këto çish dinë krejt tonë? Me dija, po. E për këtë kërkohet detyria në mësuar. Lutem Allah subhanahu wa taala na shton detyrinë të jemi të sinqert me detyri dhe ta praktikojmë atë detyri, ta praktikojmë atë që mësojmë, të bëhemi të sinqert në fjalët tona, në niyetat tona, në mendimet tona. Lutem Allah subhanahu wa taala të na shton detyrinë për detyrinë e dobishme dhe të punojmë atë detyri të dobishme, se vetëm me detyri ka shpëtim dhe ka lumturi në këtë botë dhe në ditën e gjykimit. Dhe në fund e lutim Allahun kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.